Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se veni në Kallëzo për një me. Sonte do vazhdojmë të transmetojmë rrëfimet e familjarëve të personave të zhdukur, të cilët që nga pas lufta janë duke jetuar me shpresën dhe traumën për familjarët e tyre të zhdukur. Do shkojmë në Ferizaj, ku do diskutojmë me Arbenita Muhaxhirin, e cila do na sjellë rrëfimin e saj për nënën e saj të zhdukur, e cila që nga viti 99 figuron në listën e personave të zhdukur, e që familja e saj deri sot nuk ka rreshtur së kërkuari. Ne kemi nisur këtë seri të intervistave për të dokumentuar një traumë të gjatë të shoqërisë tonë, e cila për 25 vite vazhdon të jetohet nga familjarët e personave të pagjetur. Po e ndjekim bisedën me Arbenitën dhe pastaj do vazhdojmë me një bisedë tjetër, një nën e cila po ashtu nuk ka rreshtur së kërkuari familjarët e tyre të cilët figurojnë në listën e personave të zhdukur. Unë jam Arbenita Muhaxhiri, jam vajza e Sanie Selmani Muhaxhiri, e zhdukur me 16 prill 1999 në qytetin e Ferizajt. Kush ka qenë nona ju? Nona jam ka qenë një grua e urtë, punëtore, një grua e shkolluar që i kishte 4 fëmijë, mua dhe 3 vëllezër. Çka është marrë? Ajo është marrë zakonisht gjithmonë ka qenë mas babit tim. Prej 98-s ajo bashkë me babin kanë qenë furnizues të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ajo për 2 vite radhazi ka shërby bashkë me babain tim. Deri në momentin kur është kidnap. Çuçi kujton nonën? Çka? Duke bë vite, shoh që kam fillu me i përngja, e shoh në shumë gjëra veten tek ajo, si një nonë e përkushtuar, që ka qenë gjithmonë e gatshme të jetë në dispozicion për të gjithë, e hareshme, e kujtoj ashtu, gjithmonë e buzëqeshur. Çka kanë qenë ëndrat e saj, kur keni folur me to? Ëndrat e saj, profesioni që pasi që na ka lind neve, ajo ka vendosur të i kryej studimet në Fakultetin e Edukimit. Gjithmonë ëndra e saj ka qenë të jetë një edukatore, edhe menoj që i ka shku mas shumëti. Ka qenë një grua e fortë që se ka njoft as frikën, edhe fundi i saj ishte tragjik. A e ka mrimu po edukatore? Për një periudhë shumë shkurt, pasi që më veç u mbyllën shkollat, edhe ishte angazhuar më shumë me babin. Po planet e saj për familjen? Po nuk ishte koha që nuk kishte shumë mundësi me menu për familjen. Ishte kohë që është dashur me mendu për tjerët, për ata që sot na i kanë sjell lirin, edhe ishte gjithmonë e angazhume kohëve të fundit në atë pjesë, edhe s'është që momentet e fundit që kemi nejt edhe shumë bashkë, po fokusi i saj ka qenë dikon tjetër. Po gjithmonë e dashur, e afërt për krejt, ashtu e njohin gjithë në rreth, edhe sot gjithë e kujtojnë me kujtimet më të bukura. Po me ty, a ka folë për çka ti duhesh më vë? Po gjithsesi. Çka kanë qenë? Ajo ka qenë një mësues i dytë për mua në shtëpi. Gjithmonë ajo ka menduar që unë kam me u shkollu, kam me arrit në jetë, edhe unë e kam pas udhë rrëfys deri momentin që nuk ka qenë më. Sot kur e kujtoj, e menoj që ka qenë për një mend e zonja e arritur me gjitha. Nuk e kam pa si gratë e tjera të zakonshme. Kam pa diçka të ajo më të madhe. Çka? Nuk e di,
që ajo zemërgjërsia, që ajo trimnia, që e ka kuptu taman në çfarë situate jemi, edhe ne kemi qenë të fundit, tjerët kanë qenë prioriteti i saj, e ka ditë për çka po luftohet, e ka ditë ka po shkojmë, edhe mendoj që te ajo kom pa diçka tjetër që se kom pa te nanat e shoqeve të mia. Sa vjet ke qenë ti atër? Unë kam qenë 12 vjet e gjysëm kur është zhduk mami, me 16 prill është zhduk, unë në gosht i kam mbush 13 vjet. Ditëlindja ime e parë pata. Ku ke qenë ti në atë kohë? Qysh ka ndodhur ngjarja? Ngjarja ka ndodhur në qytetin e Ferizajt. Ne kemi qenë fshatin e babit tim, aty kanë qenë ushtria e gjithë. Edhe ajo ka dalë me një gru të kushere një vend me ble gjana ushqimore për neve, të cilat veç kishin mbaru. Ne kishim shtëpinë edhe në Ferizaj, edhe i ka kry ato pazarët për neve, dhe kur ka dashur mu kthy në shtëpi, njerëz që kanë qëllu kalimtar të rastit i kanë pa që janë kidnapu, dikon ndalje të qytetit ku ka qenë aty një punkt i policisë edhe i ushtrisë serbe. Qysh e kujtojnë njerëz që e kanë pa? Qysh kanë qenë ai punkt për shkruan apo? Ka qenë një ndërtesë oficerëve, edhe unë e kujtoj, edhe aty ka qenë se pasi që ka bombardu NATO, më kujtohet aty kemi kalu për me shku në fshat. Edhe aty thuhet që janë marrë, edhe prej ati momenti asgjë s'kemi ditë, edhe unë e kam prit një tragjedin familjen tem. Intuita em si fëmijë, tan kohën e ka ndje që diçka ka me ndodhë. Për arsye që kanë qenë kërkema që lartë me babi em, jena njoftë si familje, kena pas biznes në qytet, edhe tan kohën është mbyll biznesi prej inspektorave serb, ka pas bastisje në shtëpinë tonë her pas here. Do me thonë, na jemi kanë të jetu me një diçka që kemi prit, që ka me ndodhë. Unë gjithmonë kam menu që ka me ndodhë diçka me babin ose me agjallarët e mi. Po, fund pagesën e more mami. Shpjego ma pak që tutën. Pse je tut ma shumë për babën? Po jam tut se ushtria kanë ardhur, janë furnizu në shpetena, kanë ardhur, mami ka përgatitur ushqim për ta, kanë najt. Kur po flet ushtria, vetëm Sarana, cila ushtri? Ushtria çlirimtare, UÇK-ja, kanë ardhur gjithmonë, janë furnizu të na, kanë hangër darkën aty, kanë marrë ushqimin, gjana, çka ju kanë dashur që babi jam i ka sjell, edhe gjithmonë ne si fëmijë e kemi pa që diçka s'është në rregull, se është ditë në momentin që ata e din policia serbe që dikush prej UÇK-s po vjen, është ditë qysh përfundan në atë kohë, 98-ën po flas, para se me bombardu NATO. Edhe gjithmonë tu e po fatin e familjeve tjera Andrenic, çka po ndodh, edhe gjithmonë kemi nejt me qatë frikën. Unë për vete, një më kanë me një moshë që i kom kuptu gjanat shumë mirë, edhe ka qenë e frekshme, edhe gjyshja jam gjithmonë e ka ndje që diçka ka me ndodhë, se njerëz edhe kam folë, edhe është në qytet, gjithmonë na kanë thonë kojshit që shkaku i juvë, po frigomi, po pësojmë ne. Edhe e kam prit me një farë, e kam ndje, jo që diçka ka me ndodhë. Edhe momentet që masi që ka bombardu NATO, kur kemi ikë në fshat, sa herë që ka pas konfrontime mes ushtrisë tonë dhe serbëve, na jemi bo gati me ikë, te nana jem, çka e kompani sen, gjithmonë, na jemi kanë me këpuca në bathën. Ajo i ka lanë gjithmonë si ma largë, edhe nuk është friguqa, që gjithmonë si fëmijë, kam thonë mathi, se nëse na i kom ti, derisa të mathësh, jetë mbrapa dhe s'mujna me të marrë. Kështu që kësot, kur i kujtaj, e kam ndje që
diçka nuk ka me shku mirë deri në fund. Edhe çka ndodhën pas pak? Pas pak mami është u kidnapu bashkë me atë gruan tjetër. A i ka pa dikush atë? Po, i ka pa, i kam përcjell se ka shku te shtëpia, ka vizitu shtëpinë tonë, ka folë me kojshit edhe ju ka tregu që letër njoftimat na i morën në hyrje të qytetit ushtria, jo policia, na thanë kur ti përfundoni punë, kur të ktheni, ja u japun. Edhe ato janë nalë atë prapë, edhe që ato janë marë. Po gjyshi jem ka shku të nesër në stacion policor, mi kërku që 2 gra nuk janë kthy në shtëpi. Përgjigja ty nuk kanë që ato janë në dorë të sigurta, sjellë djalin e merr nusën. Do me thonë, është kërku babi jam për mu liru nana jam. Këta ja ka thonë dikush gjyshit stacion policisë? Ka thonë inspektor i lartë në Nebojsha Gjorgjević. Edhe ai ton kohën ajo kanë që të farë konflikti me familjen tem. Ai sot punon në Serbi, edhe familja ti kanë qenë në fshatin e Rëdime, në komunë Ferizajt, ai o njoft si inspektor i lartë këto, edhe ai ka thonë e sjell djalin, e lëshojna nusën. Mami jam atëherë ka qenë 35 vjeqare, edhe pastaj ushtria jonë babin nuk e kanë leju, kanë thonë është veç një mashtrim i tyre, sa me fut njerëz në mrena sa ma shumë, nuk ekziston ajo. Ajo gruaja tjetër? Edhe ajo bashkë me ta. Po ka pas njerëz që e kanë pa kidnapimin, që e kanë pa që ato janë nalat? Ka pas shumë fjalë, ka pas shumë teori, po është ditë është pranu që këto janë. Ka një stacion policor i improvizum, për arsye se në atë kohë ka një boshatisur stacioni policor për arsye të bombardimeve, edhe janë kanë me një kafene, me një podrom të stacionum policia, ku ka pa gjyshjem aty, ka pa horror, ka pa njerëz që akoso, njerëz që kanë kërku ndihmë, kanë kërku ujë, edhe ai gjyshi ka vdek edhe i tregoj ka ato skena që kur nuk ju kanë largu prej syve. Do me thonë, aty kanë qëndru. Ka njerëz që kanë thonë, jo, shkollë ekonomike, i kanë majt, i kanë maltretu shumë, i kina po në gjendje shumë të keqe, po unë e di përgjegjësin e nanës tem kush është, se e ka pranu që janë këto, ma sjell djalin, ta lëshoj nusën. Ti ke pas 12 vjetë. Po. Qysh i ke prit qëto lajmet për nanën? A i kanë nda familjarët me ty çka është ndodhur? Po e kam... Ku ke nejti? E kena prit që po kthehet edhe po mramje su kthy edhe u dit që diçka ka ndodhur. Momenti jam i parë kam fillu me qajt edhe agja jam më ka thonë pse çka u bo, pse po qon vjen nesër. Jo i kom thonë se gjujshin non stop. Edhe kishke krisma, edhe atmosferë lufte. Edhe thash, po na gjujnë, po na ndodh diçka, ndahmi, nëse ajo met atje në shtëpi, na jena këtu. Edhe na të nesërmën, kur mos u kthy, të nesërmën e kemi lshu shtëpinë edhe në fshat, në Dremjak, e kemi lshu shtëpinë edhe kemi vazhdu për mal. Më kujtohet, ka qenë mramje, u mëtën 2 ushtarë të qërkës, edhe u afrun shumë afër, edhe aty na me ushtri vazhdojmë për mal. Edhe që aty për mu u kanë shkputja pare, ku menu që të u kryma, nuk kena mu pa edhe kemi vazhdu në mal për 1-2 javë, edhe prej aty jemi kthy në shtime, kemi bujt dikon me një shtëpi 1-2 net, pastaj kemi vazhdu në Ferizaj në shtëpi tonë një javë, edhe 5 javë pa përfundu lufta jem shku në Maqedoni.
Po gjithmonë tu kërku mos është këto, mos është atje, mos është, edhe tu jetu me një shpresë që është dikon, po s'po mujna me gjithë kontakte dhe mu taku. Ti ke po 12 vjeçet, kur të ka nejtë ngatë? Po, momentin kur i na ndona në malë që kemi vazhdu na marrë, unë jam do dhe me babin atë, o kanë gjyshja, edhe janë kanë 2 gratë agjës. Që të ke gjyshja? Po, gjyshja jam, sot kur e kujtoj, ma shumë mërzit për dhimbjen e saj, si sa nashta nuk kom përjetu me mamin që ashtë shumë senë sa me ta. Ajo thike ma ka tregu mami një antër, që është bonuse. Edhe gjithmonë e menoj, e folke që ato antër, diri sa i thesha mos e thuj nanë ma se e di. Prej zemrës që i plasi, e thike edhe para neve nuk mujke ma me mbajt. Edhe kur erdhëm shpe këto, po shkojna, kojshit dhe ishin që ju jeni rrezik për neve, se qysh është këtë situata me familjen. Nashta i shkon ma mirë ju me vazhdu për Maqedoni. Edhe unë i thash gjyshës tem, unë nuk vi. Unë kam e nejtë këto, kam e prit mamin. Edhe që aty u ka një lufte e unë ajo të mbindë mu që dësh me ardhë. Çka thike? Thike dësh me ardhë nëse është, vjen rrën këto në shpe, kryet lufta, na kthemi, ajo, ose po thojnë, thike, për gjyshin i kanë thonë babës që është në Tetovë, mami, është Maqedoni, sa më mbindë mua. Edhe mu më kujtot një çantë e rrobave të mamit, unë i mora, jo rrobat e mia, po të mamit, me veti. Edhe më thike, pse pe mam po maltretosh me hyp në tren? Të isha jo se nësë është atje, s'ka tesha, një shka vesh, edhe tanë kona çantë e kom marrë atje, kom majtë e kom këthy këto. Edhe menoj që ajo e ka përjetu i jashtëzakonisht shumë. Gjyshja dhe gjyshja. Gjyshja më diri sa ka thonë me një moment e kisha thonë një vajzë temën ata jo. Nuk u ka në letë dhe momenti kur jam shkëpu dhe për i babë, i në ndo. Nuk e di, sot kër e menoj, i kam 39 vjetë, menoj që i kam një qengë e përjetimeve. Po, menoj që edhe të fordë më kam bo. Më kam bo në anë të mirë. Vllaznit, sa kanë qenë ata? 10, 8 edhe i vogli 4. Ti ma e madhi? Po. Qysh ke folë me vllaznit? Po në menoj që për të voglin, kër i na këthy, ju kom duk gjithmonë sikur nana, sikur në vend të mamit ju më konë. Me këta dy, kam pas 2 vite mes vite edhe janë konë ma të lidhën, e kanë gjetë një një tjetërin. Ma të fështiri e ka pas vllai jam i vogli edhe one, edhe menoj që tani jom lidhë me ato ma shumë, e kemi pas hallën deri në 2002-ën, pa martu, ajo është kujdes jashtëzakonisht shumë për neve, edhe ajo me vllon tem të vogël u kanë shumë e lidhën. Sa që kur më kujtot kur o martu, ajo nuk është duk dasëm, ajo është duk si një varrem. Që është nda për i vllau tem. Edhe për vllaznit edhe sa djem që ashtu, kina një lidhje shumë të fortë. Unë nuk di kur konflikt me ta, me pas, sikur isha motra tjera me vllazën, ashta që kjo na ka lidhë shumë, për mu janë në gjithë shka. Kthehen në Kosovë. Po. Çka ndodhë? Takomi me pjesën tjetër që ishin këto. A është mami, s'është mami. Jam ardhë me shumë qef prej Maqedonisë. Do me thonë ditën e tretë na veç kemi ardhë. Që është këto. Shtëpia në fshat u kanë, aty ka nejt 2 muj, 7 javë dikon ka nejt policia serbe në shpetonën. Ajo më ka qenë, nuk di, një rëmuj, gjithë shka ma, zdi që ka mënë me bo ma keq njeri, shpia
Sa që ujin s'kemi guxu me përdor, kemi menu që na i kanë helmu edhe ujin, edhe kur ta kujtoj si ëndër, e keqe. Prej kur jeni kthy, çysh e keni vazhdu kërkimin? Njerëzit e kanë shfrytzu shumë si situatë. Edhe çdo krejt mundi i familjes tem, krejt të hollat që jom fitu me monde, me djerës, jën shpenzu për me marrë një lajmë për momin që a është gjallë apo është e vdekur, veç qëto. Edhe njerëzit e kanë shfrytzu jonë shka, jonë kam informata, jonë jam avukat, jonë jam kështu, jonë jam ashtu, do me thonë, krejt kontributi jonë familjar deri në luft është dhonë për me marrë një lajmë, a është e gjallë, apo është e vdekur. Se gjithmonë ka pas teori që jo janë burg Požarevcit, jo janë këtu, jo janë aty, jo janë me këto, do me thonë që ditë që kanë qenë shumë njerëz në përburgje deri në 2002-ën, sa herë që janë ardhur, janë liru, kemi pritë që mos është. Po, jo. Po i përmend së lajmet kur janë liru njerëz për i buqë. Po. Çysh e keni prit ju? A din që shumë herë kom mungu edhe në shkollë, me idenë që sot vjen. Edhe shpres, edhe në fund. Çka thoshin këta njerëz që vizitojshin ana do pas? Gjallë është. Janë në përburgjet Serbisë. Qysh i kanë dërgu në luftë. Gjallë janë. Deri sa me një moment i thot dikush babi që ka punu në luftë me ta dhe thot ato gjalla në Serbi nuk kanë një. Ato janë likvidu në Kosovë. Edhe nuk e di pse po kërkan. Nuk janë. Deri kur ka zgjatë kjo shpresë? Deri 2004-2005. Deri 2004-2005. Më kujtohet një rast personi që e përmenda ma herët inspektori i lartë serb, se ku gjen numrin e telefonit shtëpisë tonë, edhe pas luftës ai telefonon në shtëpinë na. Edhe thot që ato janë dikon gjallë, po me siguri që këta njerëz që na u ofrojshin, na kërkojshin të holla, sigurisht që u kanë një lidhje këto. Edhe babi jam reagon i revoltum edhe shon, bërtet e ofendon, e din që është veç një tortur psiqike me na i bo neve. Edhe me atë e shohmi që është veç loje tyne, tash është kalu me përfitu materialisht. Edhe derisa gjithë i kanë thënë babit nalu, mos jep mo, se nuk ka kur gjë prej kësaj pune. Fati saj u kanë si krejt tjerve. Edhe kur vjen momenti që nalin? 2004-2005, ma nuk është që kemi dhanë, edhe ma nuk është që normalisht na jemi interesu, po s'ke pas ma dhe ku me kërku dhe qka dhe kemi akceptu që është e zhdukur. Unë si fëmijë gjithmonë ka menu, ka më ndërru që një det, kur të kthejna prej shkollës, ka më ma qelë derën, ka me ardhë. Edhe, po kura e ditë, nuk erdhe dhe jom pajtu që fati sa ju ka një tillë. Ka njerë e ngushëlloj vetën, thëmë, nështë kish mujtë me marrë smundja, nështë diçka tjetër, fati u kanë. është koncaktemi i Zotit, deri që aty. E shenë ndër? E sha. Edhe gjithmonë e sha, ku je kanë. Edhe a ke ardhë, pyetja e parë. Nuk di, menoj që
Babi jam qatë shumë e ka pas atë dëmshurinë edhe për neve, është shpenzu kur e menoj këtë sot prej njerëzve që kanë këshu me përfitu në fatkeqësinë tonë, po ai gjithmonë unë nis me idenë nëse edhe kam t'i ka këputne, veç a e ka zonin, veç a është për me orë mju pa juve dhe me pa jo. Do me thonë është konë gjendje me bo gjithë shka gjë që jam shumë falenderuese tani jetën që o mundu deri në fund me ditë nga diçka për to. Nuk ka ikë dorë as edhe njerë, as edhe sot. Sot 25 vjetë. Qka metet më kërku? Une nuk kam sot nuk kam as edhe një pikë shprese, përveç se për e ngrisë sot zonin, për krejt, mi kërku, mos mundal as njerë, po nuk kam shpresë, s'par një institucionet tona që bojnë diçka. Menoj që është plaga ma e madhe e kombit ton, ajo është mecat e fundit. Nuk është prioritet i kërkuj, gjatë që ishtë dasht me konë. Une kam qenë 12 vjetë, sot edhe një muj bona 39 vjetë, edhe unë nuk e di ende ku prehet trupi nanës tem. Ka dikun tragedi ma të madhe. Mu po m'bjen me intervistu familjar dhe kur gjene trupi, tash është shëndru në një lajmë të gëzush. Po, normalisht. Qysh është pjegan qëto? Po, keq ma larg festa, ditëlindje, shkon, të varri si krejt njerëz normal. Edhe e bën një lutje për shpirtin e saj, i thu diçka që e ndjen, njëri kur të vdes, veç të varri shkon edhe gjenë preje për të afërmin tanë, nuk i mo çka bën tjetër. Na nuk kemi ku, përveç fotove që na kanë mejtë edhe ato pak, jënë up në luftë. Edhe kujtimet kanë dasht me na i zhduk. Edhe nuk e di sa mban njeri. Qfar force ka njerë thamë kam, unë, e vllaznit e mi, e baba jem. 25 vjetë, mos me ditë se çka ka ndodhur dhe ku ka përfundu. Është shumë e rëndë, është e pa imagjinueshme. Shpeshherë, kur te kujtoj, thom, se aksepton të runi 25 vjetë, unë nuk e di ku e ka varri nana jem. Njeri që ma ka dhënë në jetën. As një kafsh nuk trajtohet në qëtë formë. Qka ki kujtime prej saj tash? Na e kemi pas jetën shumë të bukur. Edhe kam shumë kujtime, kemi shetit. Mami jam ka qenë edhe grue e pashme, e mbajtën, për qatë arsye thash dhe në fillim, gjithmonë e kujtoj si ma ndryshe prej kohës që ka qenë atëherë. Kujtime fizike, me qka çmall është tash për me kujtu në? Kam rrobat e saj, fustanat. Njënin prej fustanave e kam veshë edhe kur jo martu. Fustanin e nanës e ke veshë? Jo, kam veshë njënin prej fustaneve të saj kur jo martu. Ajo i ka rrobat shumë që i kam të bukra. Çmallna me rrobat e saj, me fotografit. E maj edhe indeksin e saj të notave. Që shkën reagu njerës kur kam parë atë fustan? Po, familjarët e mi e kanë ditë, edhe normalisht martesa em ka qenë më shumë e latë. Nuk ka qenë diçka për familjen tem, sa ka qenë gëzim, ka qenë edhe e dhimshme. Po kam gjana të saj që ari, që sot dëne i vendose dhe i maje dhe i ruj me shumë dashni. Fëmijëve sot që e të regon për qyshën? Është interesant, fëmijët e mi
bisedoj sikur ta kishin njoft, nështë ta në kohën ju kom fol, ju kom marrë shembuj, edhe shpeshherë u tona i shoh, thom, qysh më folin sikur me pas jetu, me përjetu momente me ta. Është të mungan, kisha pas shumë dëshirë me pa fëmijët e mi, sukseset e tyre në shkollë. Mu, si person sa jam rrite, sa jam pjeke, familjen tem, vllaznit e me kanë kriju familje shumë të mira, kanë fëmijë gjithë, edhe gjithmonë është në shtëpi të na fotografia e saj gjithmonë që na përcjell. Momentin kur është duke, ka pas njerëz që edhe kanë mujt me pa dhe dinë. Çka ju kishe thonë aty në sot? Çfarë do nacionaliteti që janë ata? Të paktën veç një diçka sa do e vogël për neve është shumë e madhe me u orientu. Po është një gjë që vlen mu theksu edhe me dëgju. Unë ja u përmena emrin ku unë gjithmonë aludojmë që ai e ka bo. Ose ai din. Ai e di sakt çka. Në 2009 unë do e di që njerëz të na kanë shku, në Serbi kanë marrë pasaporta 8-9. Edhe unë dikush e ka pyet ai dikam për neve. Çka po ka ndodhur me ta? Edhe unë kom kërku prej atij personit numrin e telefonit tina. Edhe unë kom telefonu, edhe kom bisedu me to. Edhe i kom thonë... Ke bisedu me inspektorin? Me inspektorin kom bisedu. Edhe i kom tregu kush jam, edhe i kom thonë, ti je përgjegjës për zhdukjen e nanës tem. Kudo që shkoj, kudo që kam e bo pa di, edhe kem bo, ti je përgjegjëse. Unë prej teje, kam e lyp llogarisht te dhe sakt çka ka ndodhur. Se ti përgjigja por e ti u ka qenke e poshtër sikur baba yt. Edhe përgjigja tim ka thonë që nëna jote ka qenë e re, e bukur, ato e ka marrë dikosh, e ka marrë për grua. Do me thonë, deri që aty ka shku idiotësia e ti për më shtimu sa ma shumë, unë e kuptojsha shumë mirë qëllimin e ti, se unë isha ma me një moshë që veç isha mbi 20 vjetë, e disha ku është qëllimi, më maltretu psikikisht ma shumë, më rëndu. Unë e kisha të qartë që ajo nuk ekziston, po so ma të rëndë më ma bo. Pra i njeri nuk ka pas dëmshuri për ty? Absolutisht. Edhe i kom thonë, unë e kom thirë me idenë, mi tregu që ma mirë vetë trego çka den, ku jënë mytë, ku jënë trupat, se unë e di që nuk është sakta e më gjallë, po ku i kanë, po du me pas varrin e saj, po du me ditë ku prejet. Edhe që kjo kam përgjigja tina. Do me thonë, mas sa vjete, ende mundët, deri që aty me shku idiotësia e tyne. Do me thonë, s'kan shirë, as tash, as s'kan pas koras. Edhe unë veç i kam dasht m'ja bo me dije që ti je mrapa saj. Sikur shumë tjerë që dije që jenë mrapa shumë ngjarjeve. Edhe, herdo kur ti ki me dhonë përgjithësi, le babën tem, para neve, fëmijëve. Qysh e shpjegon që ky njeri që ju po e identifikoni, nuk ka flet arrest në Kosovë? Para 7-8 vite ka qenë polici e jona që kam ledh për krime lufte dhëna, edhe na gjithmonë t'u aludun ato që e kanë marrë seriozisht edhe lëshod një flet arrest, se unë menoj që ata dhe e hinë e dalin këto qa që më ka u besimi në institucionet tona. Edhe kur sen nuk është lajmëru,
nuk është njoftu po me nëjtë e na, që me rastin e juve që është dhanë emri, mbi emri, ku ka jetu, që ka thonë, krejt janë. Po, nuk di. Besoj që ka njerë nuk di njëri këto dhe ku drejtohet, nuk kje dhe derë ku me shku. Sot, në baza, po e thëmë mujore, po dhe vjetore në Bruxelles, ka takime për të pagjeturit. Është një pazar politik. Informatat, shkëmbimi informatat. Që është shpjegon? Veç kur t'ju duhet këtyne, është pazare, është gjithë shka. Baba em është kryetari shoqatës për zhdukur në Ferizaj, edhe merr pjesë në për komisione, në për mbledhje. Është shqetësuese qysh barazohet sa shumë puna e fatit zhdukurve shqiptar me fatin e zhdukurve e serb. Është përkeqardhje, mena tu e ditë sakt çka ka ndodhur, çdo fëmijë e plak e i ri e din çka ka ndodhur këto. Edhe është komplet dëshpëruese. Ata sa pak edhe po kërkojnë sa shumë drejtësi. E na ku? Nuk jam pak. Kish dashur me qenë kusht. Kusht i parë. Puna e të pagjeturve. Nuk di, ne po menoj që edhe familjarët janë dorëzu. Edhe presin veç me gjetë një ash tyre me ditë ku prehet edhe asë një gjatë tjetër. Shikues të nderuar, ishte ky rrëfimi i Arbenita Muhaxhirit, një rrëfim trishtues i cili flet shumë. Familja vazhdon të kërkoj familjarën e saj, ndërsa ende nuk kam rri me pas rezultatet e para. Një rrëfim tjetër na vjen nga nëna e disa familjarëve të tjerë të zhdukët. Hamide Qerreti, po ashtu ka më na rrëfy një traumë të gjatë të familjes saj. Disa prej familjarëve të zhdukur u gjendën të vdekur, ndërsa familja vazhdon të kërkoj familjarë të tjerë. Po ju ftoj me ndjek rrëfimin e nënës Hamide. Unë jam Hamide Qerreti, Këlandovice, mi kanë mytë qikën edhe djallin. Djallin e këmë gjithë qikën jo. Qika ka kusë është. Asë shrejës ka që ta sërejtë. Kur ka ndodhë kjo? Ka qenë koha e bombardimeve apo? Po. Muaj mars apo? Po. Ku ka ndodhë kjo? Landovic, të Esmet Gashi. Në Bartinëve. Të i kemi konë, në Bartinëve. Ko kom hi aty, më kanë shkep fëmija. Si kom pa më. Shka pas emnin vajza dhe djali? Shka emnin? Kjo është Nazmije Qerreti, ajo Gëzim Qerreti. Qëfar moshe kanë pas fëmijët? 3 konë. Shumë 3. Mund është më nga tregu pak për vajzën edhe për djalin. Qëfar natyre kanë pas? Qëfar fëmijë në konë ata? Fëmijët mirë dhe në konë, dashur të mirë në konë. Me kërkon si në rokës. Shumë mirë konë, si jelë shumë të mirë. A e në konë të shku në shkollët edhe? Po. Për neve në kënë kallë për gjalli. Po, s'po kemë shumë. Qëfar nxënës ka qenë vajza? Shumë, që ka u konë shumë të nëse mirë, dhe djalli që ashtë. E ka shku shkolla? Ka shkuar. Po, po. Çfarë planesh ka pas vajza për fatë që jo konë të shku në shkolla? Ka pas plane diçka me shku, me vazhdu shkollën? Ka pas batërë, s'kan pas kushte. Edhe djalli që ashtë. S'kemi pas kushte. E ka ndasht familjen ata jetë? Shumë, shumë. Që me babën e vetë ma shumë akon e lidhe. Sa me mua. Shumë për stepri. Qika? Edhe qika që ashtu. A djallën ja kanë vetë në dorë. Për dorë. Bisë njëherë ka piskat babë. Edhe ka të rëntjartë ka pas. Qika që ashtu. Qika së dimë sen, finë.
Një shaj edhin që ta. Edhe ata të kunati jemi, këmë gjithë të sëret. Sen s'tim. Për të sen. A keni pas në atë kohë në paralajmërim? A ju ka thonë dikur që është koha e rrezikshme? Ja thëshin, po s'besëshin. Kur I kishëm ta për mi dijes e krisë, A kishit frikë që mund një ndodhë që jo, ka kishë? që s'kemi pas frikë. Kush I ka pa për herë të fundit fëmin? Haxhia. Se I ka pas për dorë, pi mekanik, a dhe në shkip, që shme ikë shpirt me pështu. Edhe ma si kom pa, kër kom hinë në malë, ka arë që këj I bishi. A dhe shme baja gja gruën, dyth qikën, mimozën, sa kom me një klasë me qikën teme. Dy shoqës t'i s'ken gjetë. Dhe një qikë djallit, në kraka pas. Tha unë I la 3, I la 2, atë shme bue fortë, mos këm ditë se. Upa, s'tish në asë, të një këthesha për gjejtën. Sa ka pas plagosën aty. Edhe? Të mytën e plagosën, I lam dhe në atë qështë, thotë s'dish në ka jonë. Edhe kemi ikë. Se në vralë 2 gratë e kushërinit burit temë. Njëna ka pas që kaq barkin, njëna të dyët, e modhe dhe e vogla. Dhe të treta. Fëmijë tjerë? Por tjertë nuk e di që ta dy, e di që janë mytë. Kanë mytë nështë ta kanë vrajë. Kush pështu në fëmijë tjerë? Më në keni pas Kanë pështu për para me e kanë ikë në malë. Ata gjushin sa mushin, po e ka, zoti I ka pështu. Unë e tu ikë, kjo një grue argjës të agjijës, burit temë, tha dhe vebi ma një troj, sa shval dhaj mua dhe mu mytë, një s'ka vanue, ka fyza që ka që e motë, që fyza e gërnatës, para konve të sjaka qitë, a konë të mytë muë, s'ku mytë me vanuje. Edhe kom ikë në malë, ma s'kom ditë se. Që kanë pas vesh ata persona që I kanë gjujtë? Që shën do këto robat e të? Po, se kemi pa ata. Ata s'pis largët kanë gjujtë, pijamijës. Ka pas dëshmitarë tjerë aty që kanë pa diçka? Ashta kanë pas t'i balaj, shkemë të kalcu, s'ti se. Mas flerimit, ku I keni kërku djalin vajzën? Kemi kërku ka mos, kana kanë thonë. Çka ju kanë thonë, çka ju kanë ndodhur thotë? Jo që tu për shkuën u që ka ja kanë gjithë. Shirok të arikës, me një bunarë. E qika kërkusurt. Ka pas njerëz që kanë ardhur, mi të thonë që na dim diçka apo. Stivat. Kush në ka me në kalësu, me thonë që e gjetën ku fomën e qikës. O, bohe, që me thonë, ka komuna kanë bohe këtë mërmerë borët, që ka e me pa ku fomë borë I thaltë. Ka me shumë e kajtë. Ku mu shfrënje. Pa shpete djari, po të qika është pa... Po s'po kemi shumë e bo. Borë o bo pa ku fomiqë. Ku më thanë biqë një ashtë, me diçka, a një dorë, a një kumë. Ka kërku dikush në njerë të holla, me thonë që unë mëj me gjetë vajzën apo diçka? Jo, kërkush në ka thënë. Kështu s'ne ka lip kërkush. A keni kujtime për vajzës djalit? A keni ndonjë video, ndonjë fotografi? Që ta? Ta I kunjati jemi në me i këmë gjithë këta, ko kemi jarë për Shqipënijës. Se një në kanë kallë, në kanë mytë. Shkas në kanë po. Qysh e kujton vajzën djalit? Ta shep ka upe jasë, mëj me majtë me këtë. I para ftyrën ndonjë. Ja. Aja konë zë shkejk, konë flok të zezë, I ka pas flok të shkurtunë. Kujtohet qerja atyne. Zë shkejk u konë, shumë a konë në cjashmë, konë e mirë. Jo që e ka me platë, shumë a konë e mirë. Djalit? Edhe djallit që është sotë. Kur I dëgjoni lajme që është gjetë një varrez e tjera, qysh e Dhe I njihni? hapëm sytë të apën e gjimët edhe joni. Me adisha I këmë thënë burit, që atëherë ka shkijet e që shumë ka herë, që ishin që ta kopomët. Që e bre thash më thonë një ozat që
me ke baki. O, ku më thonë, veç një herë për me pas, një herë. Ose një dorë, një komë, një tish. Çka kishe me porosit, çka kishe me I thonë nëse dikush ka ndonjë informacion, din diçka? Kom që I po ma gjetë. Ose gjallë, ose dikë. Ma shumë kom që gjallë. Se në ka kallë për gjallë. Po dhe për dikëni, me ditë. Shenjët e tim, se në mështje më vej, se borë kufoma. Borë pa kufoma. A është keq, a është krim me mshef? Ku që është është krim, ku që din. Pa ishë në ka bojë, për vlodë zoti. Shka din se bje I zotit. Qa kishe me thonë këty në politikanëve që shkojnë atje në dialog edhe e kanë këthy në pazarët politik që është jenë fatin e personave të pagjetur ende? S'kam qep në pëmës. Që do këtërin me familje vetë me ofarua. Kam qep me pas temin, që po nga në kretë. Çka E po du thonë? temin. Çka më thonë atë në politikanë? Atë jo thonë, ose qallë, ose dekë më ma gjithë. Duhe, më bo kufoma. Që do këtë ati me bo mërmerë pa kufoma. Që do këtë. Deri kur kime majtë I mytë, shpes? Të kurdesë. Kurdesë atëre. Pa ma I mynë e bollë, po s'ka. Keni pas një familjar të afërm tjetër, cili ka vdek me mallin e tëne? Krejtë për dhe kapshinës teme. Shumë e bazë. A ishe andër vajzën djalin? Jo, kam qepë, jo. Kisha unë, kur. Kur për herë të fundit të kanë? Hiq. Si kom pa kur. Kam qepë mi papës. Kisha. Të djali shkan, Kiko m'ja vendos një lule. Po, dhe të qika po shkoj po thotë. Kja që esëm lule të thotë. Qish me kajtë? Qa e bo, dy kufo me jenë pa gjenaze hiqë. Unë e kom bo, thash, o, bile me një këputë. Trupis për dishka. Ska. Zoti e din atje. I kallë zoti, tash në kanë bo. Shkarmovë zoti. Për gjallë në kanë kallë. Ka kishit me bo, veç edhe një herë më të dhomësia me po? Edhe njëherë ishë në arritua një plaumë. Tash në gjetua njëherë, ishë në arritua njëherë një plaumë. Nuk këshin e këtë të dhënjtë. Se këtë pi mërzijes. Plakët ma o kemi pa. Qysh është me jetu ma shumë se 25 vjetë në pritje? Keq. Qaf ilë. Me pa mirë, jo keq. Shkosh, dhe jo mërzia për të nikë. Shë me po. Qysh janë bo festat në familje mas lirimit luftës? Do me të në të mirë që në bo, po ne trupi jonë s'ke dinë. Zemrat e tonë. Ma shumë kum kajtë sa kum po fest. Më kori nish në dejrat. Ose është në mesëm të qoni në për familje teme. S'muj. Nuk muj, po buke njësh. Po shumë e boë. Fmi tjerë? Po ta tri knjaqën. Se kanë mërzgjën e njënës. Që shkallët njënë ta të rritë shumë janë. S'din shka o mërzgjë. Din të dikun. Me mbajnë me në fmitë?
Ja. Qa moshe kanë pas të një Ky tjerë? djali i madh i ka 26, jo, ma shumë se 26 i ka. Ky i vogli mas luftës më ka lejë, 25 mi ka. O, fëmiu 3 vjeç i ka pas atëherë. Po, A ban me në diçka e? aja kon i plagosën i madh i është i plagosën në komë. Shumë në kohët. Edhe kur gjës merë, asë një rrogë. Unë për një marë, jo për dytë. Pse? Kemi shumë Prishtinë, s'është e mujtë për të dytë. Pse? A që për hanë vej. Që di unë? Ju kanë komunë Prishtinë 2 herë. A që kemi në shletë, të në rejtë shumë, që në kanë pranë. Për një. Në vitë për djallë, marë për që nësë marë. Shikues të nderuar, kemi ndjekur 2 rrëfime trishtuese, të cilat neve na tregojnë për traumën të cilën familjet e personave të pagjetur janë duke e përjetuar në vazhdimsi në shoqërinë tonë. Ne do vazhdojmë që në këtë seri të emisioneve të transmetojmë rrëfime të tjera, ndërsa ju që jeni duke i ndjekur këto emisione, ju lurs që të gjithë ju që keni ndonjë informacion apo keni rrëfime të ngjashme për të ndarë me ne, lirisht të na shkruani në numrin tonë të telefonit 224498 apo në platformën tonë kallxo.com. Ne kaq kishim për sonte. Vazhdoni me na shkruajnë në kallxo.com dhe deri në emisionin e radhës. Mirëmbëjtje.